në një ceremoni të veçantë në tempullin Yogie Temple në Seul, përpara festës së ditëlindjes së Budës, u prezantua për herë të parë një figurë që po tërheq vëmendjen e mbar botës, roboti humanoid murg budist, i quajtur Gabi. I ndërtuar me gjatësi rreth 130 cm dhe i veshur me robën tradicionale budiste gri dhe kafe, Gabi u vendos përballë murgjve të vërtet si një murgu i ri simbolik i epokës së teknologjisë. Në një atmosferë të qetë dhe ceremoniale, ai bashkoi duart në shenjë lutjeje, u përkul para murgjve dhe madje mori edhe ruzaren budiste rreth qafës, një moment që u konsiderua simbolik dhe emocional për shumë të pranishëm. Gjatë ceremonisë, një murg i kërkoi robotit të përgjigjej me fjalët tradicionale të përkushtimit. Gabi u përgjigj qartë: "Po, do t'i përkushtohem besimit." Përveç pjesëmarrjes në rituale, roboti u pa duke lëvizur nëpër tempull, duke përshëndetur, duke bërë gjeste paqeje dhe madje duke formuar edhe një zemër me duar, një pamje që ndërthurte teknologjinë moderne me simbolikën shpirtërore. Ky debutim nuk është thjesht një shfaqje teknologjike, por një moment që ngre pyetje të mëdha për të ardhmen e fesë, traditës dhe inteligjencës artificiale në jetën njerëzore.